Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Vazhdojmë vëllezër me shpjegimin e librit Mesazhi Ibn Kaimit rahimahullah lidhur me apo drejtuar njërit prej vëllezërve të tij. Jemi duke folë për ato 6 pikat kyçe që i ka përmendur Ibn Kaimi. Nëse dëshirojmë që namazi jonë të na sjellë qetësi, rahati, kënaqësi, lumturi shpirtërore, ndërsa të kaluam vëllezër kemi marrë sinqeritetin ndaj Allahut subhanahu wa taala, pra që njeriu ta kryej namazin vetëm për Allahun subhanahu wa taala, edhe kemi marrë as-sidqu, vërtetësia, pra të jemi të vërtet në raport me Allahun kur e kryjm namazin. Pra të me namazin ton të drejtohemi me tërqenjen tonë Allahut subhanahu wa taala. Kemi shtjellu këta ndersin e kalum. Pika 3 vëllezër që ka përmendur Ibn Kaimi rahimahullah është el-mutaba'a, pra që ne në namazin ton ta pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an na ka thënë laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ju e keni shembullin më të mirë, më të mrekullueshëm në të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. A dhe vëllezër kemi thënë këta disa herë derset e kaluara, ashtu siç Allahu subhanahu wa taala nuk e pranon një vepër e cila nuk është e sinqert, por nuk është bërë për hir të Allahut, gjithashtu nuk e pranon vëllezër një vepër e cila nuk është kryer, nuk është vepruar sipas sunetit, udhëzimit, metodologjisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ato janë dy kushte themelore që duhet t'i plotësojmë për me na u pranu veprat dhe me kanë veprat tona të vlefshme te Allahu subhanahu wa taala. Pra siç e kemi marrë derset e kaluara se Allahu ka thënë në një hadith qudsi ana aghna ash-shuraka'i 'ani shirk. Un jam i vetmjaftueshëm, thot Allahu, i cili nuk ka nevojë për ortak. Man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Kurdo që e bën një vepër pjesërisht për mua dhe pjesërisht për dikon tjetër, thot Allahu, e braktisi atë dhe atë që më ka shoqëruar mua, domthon Allah s'ta pranon atë vepër. E po ashtu e kemi marrë se pejgamberi alayhis salam ka thënë men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Kurdo që bën diçka që nuk është në përputhje me fen ton, pra me udhëzimin ton, sunetin ton, ajo vepër nuk i pranohet, pra i refuzohet te Allahu subhanahu wa taala. Pra për më na pranu veprat duhet me i plotsu dy kushte themelore, një kusht që ka të bëjë me anën e brendshme, ndërsa kushti tjetër që ka të bëjë me anën e jashtme. Sa i përket anës brendshme, tham veprën duhet me kryer sinqerisht për Allahun subhanahu wa taala, vetëm për hatër të Allahut, duke shpresuar shpërblimin e Allahut. Edhe ana e jashtme vëllezër që veprën që e kryjm, me e kry në përputhje me sunetin, udhëzimin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pra kjo është pika e tretë që na ka sjellë Ibn Kaimi, që duhet ta kemi parasysh në namazin ton, mirë po edhe në çdo vepër me cilën ne e synojmë afrimin te Allahu subhanahu wa taala, adhurimin e Allahu subhanahu wa taala. Pra me kanë përkushtuar vëllezër që me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me ecë metodologjisë tij, udhëzimit tij, sunetit tij. Nëse dëshirojmë që namazi që e kryjmë kanë burimin e qetësisë për neve dhe për shpirtrat tanë. Allah dhe zënë Kur'an na ka urdhru me një gjatë tillë dhe ka thënë wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Çfarë do të t'ja japi dërguari, merreni atë, dhe çfarë do prej ai cilës ju ndalon, hiqni më një herë dorë prej saj. Po ashtu fjala e Allahut fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thot Allahu betohet në veten e vet, thot jo pasha Zotin tën, ata nuk besojnë derisa të marrin ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam si gjykatës në mos pajtimet, mos përputhjet që i kanë mes vete. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadi. Pastaj kur gjykojsh ti lidhur me diçka në mesin e tyre, ata të mos kenë pakënaqësi në veten e tyre lidhur me gjykimin ton, dyshim apo me dyshja apo luhatje. Wa yusallimu taslima, edhe ti dorëzohen tërësisht gjykimit ton. Po ashtu fjala e Allahut fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Nëse keni mos pajtime për diçka, atëherë kthejeni te Allahu, edhe kthejeni tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nëse jeni të atill që besoni në Allahun
edhe në ditën e fundit. Qysh me e kthy te Allahu vëllazër, qëllimi është me e kthy te libri i Allahut edhe tek suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu thot Allahu: "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Nuk i përket asnjë besimtari dhe asnjë besimtareje që kur Allahu dhe i dërguari i tij të gjykojnë për diçka, ai të zgjedh në atë mes diçka për veten e vet, pa mos me u bind urdhrit të Allahut apo gjykimit të Allahut edhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj gjitha këto ajete edhe hadithe që i dëgjojmë janë tilla që neve si musliman na e bajnë domosdoshme të obligueshme që në namazin ton, e po ashtu në gjitha adhurimet tona me të cilat afrohemi te Allahu, me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Me udhëzu me udhëzimin e tij, me ndjek sunetin e tij, edhe rrugën e tij që na ka lënë, edhe me pas kujdes nga gjërat e shpikura, nga bidatet. E vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hutbën e tij, kur i ka mbajt hutbën ditën e xumë, e ka filluar me fjalën inna asdaqal hadithi kitabullah. Fjala më e vërtetë është fjala e Allahut. Wa khayral hadi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdathatuha. Dhe gjërat më të këqija janë ato të shpikurat, pra gjërat e shpikura në fe, që s'kan bazë në fe. Wa kullu muhdathatin bid'a, sa ka thënë dhe çdo gjë e shpikur është bidat, wa kullu bid'atin dhalal. Dhe çdo bidat çon në humbje, ndevim, shkatrim. Po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç transmetohet në hadithin e Irbad ibn Sariya, kur i ka porositur pejgamberi sa me një porosi lam të mirëse, mesin e fjalëve madhështore që i ka thënë, ju ka drejtuar sahabive, ka thënë fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayra ikhtilafan kathira. Kush do për ju që kam jetuar më gjatë mas meje, mas vdekjes time, ka thënë keni me pa mosmarrveshje shumë të në mesin e muslimanëve. Mirë, cila është rrugdala prej saj? Ju ka thënë fa aleikum bi sunnati. Kaponi fort për sunetin tim, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Edhe për sunetin e halifeve të drejtë të udhëzuar pas meje. Abu Bekri, Umeri, Uthmani dhe Ali radhiyallahu anhum. Tamassaku biha, thot kaponi fort për ta, wa 'addu 'alayha bin nawajid. Edhe kaponi me dhëmball. Von sikur njeri kur dëshiron me kap diçka fort vëllazër me gojën e tij, kap me nuk e kap me dhëmbë të përparm, po kap me dhëmball të tij. Pra mos me lshu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse dëshiron me shpëtu nga këto mosmarrveshje në cilat bin njerëzit. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur. Tash paralajmërimi tjetër i pejgamberit. Kini kujdes nga gjërat e shpikura. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dhalal. Sepse çdo gjë e shpikur është bidat dhe çdo bidat është humbje devim. Pra shikoni vëllezër se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka paralajmëruar nga gjërat e shpikura me një paralajmërim të rrept. Edhe në të kohë na ka urdhëruar që me e ndjek rrugën e tij dhe sunetin e tij, edhe mos me te i kalu atë. Po më përmbajt rrugës tij dhe sunetit tij sallallahu alaihi wasallam. Pas pra, kjo fjalë e pejgamberit alayhis salam, që dëgjohet me emrin amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad, kurdo që bën ndonjë punë adhurim që nuk përputhet me fen ton, me udhëzimin ton, sunetin ton, nuk i pranohet. Është peshore vëllazër. Si thonë dietar, peshore e punëve të jashtme. Ndërsa hadithi që kemi marrë ndërsa të kaluam innamal a'malu binniyat, veprat vlerësohen, shpërblehen, janë sakta në bazë të nijeteve, është edhe kjo peshore mirë po e punëve të zemrës. Pra kemi dy peshore me të cilat e matin fenë e njeriu. E çka i dyti përcen kemi më fol sot vëllazë. Është kjo peshorja e punëve të jashtme. Domethënë na gjitha adhurimet tona duhet me i peshu me këtë fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me këshyra po i kem sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse dëshirojmë me bani punë shiko mirë, a e ka vepruar atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe shokët e tij, atëherë vepron. A është prej sunetit në cilin ka thirrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po, e vepron. Nëse jo, atëherë ki obligim me elan, me braktisë dhe me ik prej saj. Mu tërheq prej saj. Pse? Se si shtam dhe zërë nëse vepra nuk është në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo vepër nuk pranohet. E çfarë do bie vëllazër shpreson njeriu i cili i shpeshton adhurimet e veta, bën punë shumë të lodhët raskapitet, ndoshta është edhe sinqert në to, mirë po nuk i bën sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk i pranon.
se nuk e ke pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam as udhëzimin e tij. Kur flasim vëllezër për bidatet, gjërat e shpikura, cilat nuk i pranon Allahu subhanahu wa taala, këto ndahen në dy lloje. Kemi bidatet reale dhe bidatet relative. Dy ato nuk i pranon Allah. Çka janë bidatet reale vëllezër? Ato që në origjinë nuk kanë kurfar bazë në udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë njëri e ka sjellë në adhurim, e ka shpik nga vetja, nuk ka kurfar bazë hiç në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo refuzohet. Tjetra është vëllezër që themi që në origjinë ka bazë, siç është namazi, dhikri apo çfarë do të qoftë, leximi i Kuranit. Mirë, po mënyra që është e kryen nuk është ashtu siç e ka kryer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka shtu diçka anta. Ka shtu diçka anta. E që ajo shtesa e bën të papranueshme vëllezër. Se ke shtu diçka krahas udhëzimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj duhet kemi vëllezër parasysh, si musliman e ke obligim me pasu pejgamberin sa kur ta kryesh në adhurim, me shiku, me mësu që e ka kryer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Numër, në kohë, në lloj, në formë, gjitha këto do të me kryer që i ka kryer pejgamberi sa. Nuk guxoj me shtu diçka se me mangsu diçka. Sa e ka kryer me shpallje vëllezër pe Allahu subhanahu wa taala. Dhe se Allahu Taala e ka bërë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, na ka bërë shembull që na duhet me ndjek. Kush? Allahu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju në të dërguarin Allahut e keni shembullin më të mirë, pa që duhet me ndjek. Po shkojmë për adhurimet në përgjithësi, pejgamberi sa më thotë men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Kur do të bëni punë, shpik diçka që nuk është në fen ton, udhëzimin ton, nuk i pranohet. Ndërsa për namazin veçantë që do ta marrim sot, ka thënë sallu kama ra'aytumuni usalli. Faluni që shumë keni pa mu duke u fal. Kjo është urdhër për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Faluni që shumë keni pa mu duke u fal. Sa i përket haxhit, ka thënë li ta'khudhu anni manasikakum. Haxhin e lam tumiles. Merrni prej meje mënyrën se si kryhet haxhi, domthonë edhe ashtu kryejnë vazhdimisht pastaj. Andaj vëllezër këtu nuk ka diçka ti, nuk ka me pas muslimani dilema. Nuk është kjo diçka tash opsionale, duhet me e ndjek patjetër këtë shembull pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse duhet mu fal vëllezër na? Që është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse vëllezër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është njeri, ka qenë njeri më i ditur lidhur me atë se cili është namazi më i plot, i cili i kushtohet Allahut subhanahu wa taala, edhe është i tillë që ja vlen mi u kushtu Allahut subhanahu wa taala edhe ti më i dal Allahut subhanahu wa taala me atë namaz. Andaj njeri me namazin më të plot, vëllazër, kush është? Kush është ai që muslimani që e fal namazin më të plot? Është ai i cili pra e pason namazin e tij pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe falet çu është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se vëllezër, namazi, përmes namazit na e shprehim madhrim ndaj Allahu subhanahu wa taala. Andaj, nëse dëshiron me madhëru Allahun subhanahu wa taala ashtu siç duhet përmes namazit ton, madhroje çu ka madhëru krijesa që ka pas mas shumë ti dije për Allahun. E kush është ajo krijesë? Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Askush vëllezër nuk ka mundësi me pas dije më shumë për Allahun se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Askush nuk mundet me dash më shumë Allahun se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Askush nuk mundet me pas frikë më shumë Allahun se ai sallallahu alaihi wasallam. Kështu që ndjekë atë, ndjekë shembullin e tij, falu që është fal ai. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë sallu kama ra'aytumuni usalli. Faluni që shumë keni pa mu duke u fal. Faleni namazin që shumë keni pa mu duke fal namazin. Kuni ja u ka drejtu vëllezër këtë fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fillimisht ja u ka drejtu sahabive, shokët vet, me cilë ka jetu. Edhe i kanë nda me ta gëzimet edhe hidrimet, cilët e kanë përjetu zbritjen e shpalljes, me cilët ka luftu edhe ka përhap fejnë Allah, pra pja u bon këtë thirrje, këtë kërkes. E sahabit vëllezër, Allahu ka dashur edhe i ka zgjedh që me e bart apo me e pas këtë vlerë madhështore, këtë mirësi të madhe, me e pa pejgamberin alayhis salam duke u falë, kanë pa me sytë vet,
edhe i kanë dëgjuar fjalët e tij pa ndonjë ndërmjetës, radhiyallahu ta'ala anhum wa ardha. Kjo është vëzë padyshim është vlerë shumë e madhe, edhe tregon për vlerën e tyre edhe mirësinë e tyre, se si Allahu i ka zgjedhur mesin e gjitha krijesave që me shoqëru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me i pa me sy edhe me i dëgju me vesh veprimet edhe fjalët e tij, edhe me e realizu kështu këtë urdhër, faluni që shumë keni pa mu duke u fal. Pra fillimisht kjo fjalë vëzëri u drejtohet atyre, mirë po na drejtohet pastaj edhe neve. Edhe neve, gjeneratave që kanë ardhur prej sahabive deri sot ku jemi duke jetuna, e për muslimanët deri në ditën e Kiametit. Kjo është urdhër vëllezër për gjithë muslimanë deri në ditën e Kiametit. Mu fal ashtu siç është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shkon dhe sahabit, Allahu i ka lavdruar në Kur'an në shumë ajete, edhe ka treguar se janë njerëz besnik, janë njerëz të vërtet, njerëz që e kanë bardhë fenë Allahu subhanahu wa taala. Edhe ka thënë, ka premtuar, ja u ka premtuar xhenetin, siç përmend Allahu në Kur'an, wa kullan wa'ada Allahu al-husna, secilit prej tyre Allahu ja ka premtuar xhenetin. I ka lavdruar muhaxhirt, i ka lavdruar ansart. Edhe në fund ka thënë radhiyallahu anhum wa radu an. Allahu është i kënaqur me ta. Edhe ata janë të kënaqur me Allahun subhanahu wa taala. Kjo është lavdata që ja ka bë Allahu subhanahu wa taala. Andaj sahabit vëzër janë njerëz besnik. Njerëz besnik. Njerëz që kanë qenë të vërtet në imanin e tyre, njerëz që i ka zgjedh Allahu me shoqëru pejgamberin alayhis salam, edhe me e bardh fenë Allahu tek gjeneratat derisa ka mrit tek na. Edhe ata vëllezër, për shkak kësaj besnikërie që e kanë pas, frikës ndaj Allahu subhanahu wa taala, e kanë bardh fenë tek brezi pas tyre, pa shtu kurrë edhe pa mangsu asgjë. E kanë bardh çdo gjë që e kanë pa prej pejgamberit alayhis salam, edhe çdo gjë që e kanë dëgjuar, ashtu si e kanë pa, si e kanë dëgjuar, si e kanë përjetuar. Pra sikur kanë thënë, kjo është ajo që tek ne e kam, neve na ka mësuar pejgamberi sa e ka bardh tek ne, edhe ne tash po e bardhim çka tek ju, ashtu siç e ka bardh tek ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka ardhur brezi mas tyre që kanë qenë tabiin, edhe kanë bardh fen siç është mas miri prej sahabive tek brezat e ardhshëm. Allahu thot walladhina ittaba'uuhum bi ihsan, i lavdron edhe këta në Kur'an, brezin mas sahabive dhe ata që i ndjekin, i kanë ndjek ata, i kanë pasu ata me të mira. Pra kanë marrë fen prej sahabive, tabiin, edhe kanë marrë tek brezat e ardhshëm, ashtu siç e kanë marrë prej sahabive, pra me besnikëri të madhe, me frikë prej Allahu subhanahu wa taala, pa shtuar tokë kurrë edhe pa mangësuar. Edhe kështu vëllezër, ummeti islam e ka bardh fen me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam brez mas brezi. I ka bardh sunetet e tij, traditën e tij brez mas brezi. Për të arsye sot ne jemi musliman për shkak të kësaj vëllezër tradite që është bardh brez mas brezi. Për arsye sot i kemi librat madhështor të sunetit në dorë, kemi Sahihun e Buhariut, e kemi Sahihun e Muslimit, i kemi Musnedit, i kemi ato që quhen Ma'ajib, i kemi Sunenet. Në gjitha këto libra e vrejmë vëllezër janë transmetuar hadithet edhe fjalët edhe veprat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me zinxhir deri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Na ka tregu filani, prej filanit deri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kjo veçoria e zinxhirit vëllezër është veçori vetëm e muslimanëve, me cilin i ka veçuar Allahu vetëm muslimanët. Asni profet vëllezër, shkon e fjalët e asnjë profeti nuk janë rujt, që janë rujt fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me anë zinxhirit. Kjo është veçoria e ummetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shta vëllezër, çka el isnad, që quhen shkencën e hadithit zinxhiri, i transmetuesve është prej fesë islame, është pjesë e pandashme e fesë tonë. Walaula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a, kan thënë selefi, sikur mos ishte ky zinxhiri, njerëzit do të shpiknin fenë e Allahut çka donin, do thonin çka donin. Mirë po Allahu dhe shikoni se e ka rujt fen përmes tyre zinxhirëve të transmetimit. E ka rujt fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk i ka rujt fjalët e profetëve të tjerë, mirë po ka rujt fjalët e pejgamberit, pse vëllezër, se përmes sunetit të pejgamberit alayhis salam sqarohet dhe shpjegohet fjala e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj Allahu vëllezër ka thënë burra,
ka qenë dietar, ka qenë njerëz devotshëm, cilët i kanë vendosur kriteret edhe bazat e shkencës së hadithit. Kritere precize, kritere, domethënë çka të forta, të rrepta, se kujt i pranohet fjala, kujt nuk i pranohet fjala. Edhe sot asoj dite kjo mësohet si shkencë edhe në fakultete edhe në për libra. Edhe përmes tyre kritereve jemi në gjendje sot me ditë se një hadith që transmetohet, a është i saktë për pejgamberin sallallahu apo nuk është i saktë, apo është diçka që dikush ka gënjur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam apo jo. Kështu vëllezër, pra është rujt hadithi edhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam brez mas brezi. Çata e vrem se si për shembull Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhuma na e përshkruan se si është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu na e përshkruan Xhabiri radhiyallahu anhu, na e përshkruan Abu Huraira radhiyallahu anhu, edhe shokët e tij të tjerë na e përshkruajnë detaje se si është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse vëllazër? Për me e përcjell brez mas brezi namazin e tij sallallahu alaihi wasallam, për ata që nuk e kanë pa se si është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra na e kanë transmetuar çdo veprim, çdo fjalë që e ka bërë brenda namazit edhe tjerat. Mirë, po sidomos namaz, veçanti, madje edhe gjanat më të imta. Rasti për shembull kur ka hesht pejgamberi alayhis salam mas tekbirit fillestar edhe para se me fillu me lezu surën al-Fatiha, edhe që ata e kanë transmetuar. Edhe kanë pasë po thot diçka, edhe tregojnë se i ka lviz nga mbrapa, ja kanë pa mjekrën duke i lviz, edhe kanë ditë se është duke thënë diçka, pastaj e kanë pyet çka po thu, edhe ju ka tregu. Por nuk kanë lanë dhe diçka pa na tregu. Andaj na duhet me e ditë vlerën e këtyre burrave të mëdhenj, shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pozitën e tyre, edhe me ditë vëllezër se ai njeri i cili i ofendon, i shan edhe i akuzon shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai njeri është duke shah, duke ofenduar vetë fenë islame. Pse është kështu? Pse njeri i cili ofendon sahabite, ofendon edhe e shan fenë islame? Sepse në moment që njeriu e shan e ofendon për atë që ka përcjell diçka, ai automatikisht është duke e shah edhe atë që përcillet, atë që ai e bart në veten e tij. Pra ai që i fyni ofendon e akuzon sahabët, vëllazër, ai e ofendon fenë islame. Ai don me rënu me shti dyshime në fenë islame. Don me na shkput nga hallka e parë mes neve dhe mes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që janë sahabit, vëllazër. Shta Ebu Zur'a ar-Razi, rahimahullah, që ka qenë për dietarëve të selefit, kur i ka përmend se disa njerëz po i ofendojnë, po i nshajnë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thënë: "Idha ra'aytum ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fa'lamu annahu zindiq." Nëse e shihni njerin duke fol keq për njërin prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thënë dini se është zindiq, njeriu domethënë që i dalën prej fesë. Limadha? Pse? Ka thënë li anna al-Qur'ana haq, sepse Kur'ani është hak, wa ad-dinu haq, feja është hak. Thot wa inna ma adda ilayna dhalika as-sahaba. Kush na ka transmetuar vëllezër neve Kur'anin edhe fen? Thot sahabit. Çta sahabit që ata po i shajnë, po i ofendojnë. Andaj thot ky dietar, thot fa haulai aradu an yujarrihu shuhudana. Thot ta njerëz po dëshirojnë me na i rrëzu poshtë ata që e kanë dëshmuar për jetu shpallën edhe kanë transmetuar tek na. Thot wal jarhu bihim awla fa hum zanadiq. Mirë po, ata janë më primar që meritojnë më shumë akuzën edhe çortimin, edhe ofendimin, sepse janë zanadiqa, për njerëz dalë për fesë të Allahut subhanahu wa taala. Pas pra Islami vëllezër si një shtëpi. Andaj ata kur dëshirojnë me rënu Islamin, nuk i hyjnë domethënë për një herë, mirë po çka i hyjnë për derës, për mureve. Kush është dera e Islamit vëllezër? Janë sahabit. Andaj në moment që arzojnë këtë derë, pastaj e kanë shumë lehtë edhe me rënu Islamin, edhe me fut dyshime në Islamin ton. Se nuk mbetet vëllezër më çka, nuk mbetet më besim në një fe që bartësit e saj janë tillë që sipas tyre janë të akuzuar. Pra qëllimi vëllezër i tyre çka është? Me ofendu, me shah, me fut dyshime, edhe me rënu, me fut dyshime në Islam edhe me rënu fen Islam. Andaj vëllezër, pra me i dash sahabit, me e ditë pozitën e tyre, kjo është akide, duhet me e ditë këta, edhe me ja mësu tjerëve, sidomos të vegjëlve. Shtatë me tu vëllezër brezat e parë të Islamit ja u kanë mësu fëmijëve dashurinë ndaj Abu Bekrit Omerit, edhe biografinë e Abu Bekrit Omerit ja kanë mësu fëmijëve, thonë çuçi ja kanë mësu ndonjë sure prej sureve të Kur'anit. Kjo duhet me kanë, kjo është diçka bazike në fenë tonë vëllezër. Shtatë atje e gjeni
tek akidja tahawije, që thot autorin, fahubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Me i dash sahabit është din, fe, iman dhe ihsan. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Me i urrejt ata është kufër, është nifaq, dëftërsia dhe është te i kalimi kufive, është armiqësi. Andaj vëllezër, pra personi i cili i akuzon sahabit, detyrimisht akuzon edhe fenë, akuzon edhe Kur'anin. Pse vëllezër? Sa i cili kur të akuzon sahabijun, edhe ata që na kanë bart fenë, akuzon edhe Kur'anin i cili është bart tek ne përmes sahabive. Automatikisht se rrjedhimisht e akuzon edhe namazin cilin ne e falemi, zakatin, agjerimin, çdo adhurim, haxhin, se gjitha këto vëllezër, sikur Kur'anin, sikur namazin, sikur zakatin, sikur haxhin, adhurime tjera, ka na kanë ardhur përmes sahabive vëllezër, përmes zinxhirëve të sakta, përmes sahabive deri tek shokët e pejgamberit, deri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo na është përfaqë vëllezër një vlerë tjetër tash për vlerave të sahabive, ajo është se shkon vëllezër çdo punë të mirë që na e kryjm, namaz, lezim Kur'ani, agjerim, haxh, çfarë do qoftë, një pjesë e shpërblimit apo shpërblimi i punës i plot që e kryjm na komi u shku çka edhe sahabive, që i kanë transmetuar këto adhurime tek ne. Pastaj bartet ajo në fund krejt tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Besimin, akiden që e kemi, tauhidin, agjerimin, haxhin, sadakën, çdo gjë që e kryjm vëllezër, shpërblimi ju shkon edhe sahabive, pse se ata e kanë bart fen tek ne. Siç ka thënë pejgamberi, ad-dalu ala al-khairi ka fa'ilihi. Ai që i tregon tjetrit për hajër, për mirësi, e ka shpërblimin sikur ai që e kryen atë. Edhe ka treguar që kush thret drejt udhëzimit, do ta kesh shpërblimin sikur të atyre që e kryen atë, pa ju mangësuar atyre asgjë nga shpërblimit. Po zë pra kështu, ata duke qenë varr të vdekur, ju vinë shpërblimet, kanë më ardhur deri në ditën e Kiametit. Edhe në çështje tjetër vëllezër, personi i cili i shani ofendon shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, realisht nuk i dëmton ata kur gjë, e dëmton vetëm veten e vet. Ata nuk i dëmton as sa një grimc. Përkundrazi, ky ofendim që ja bën ai shokëve të pejgamberit alayhis salam, vetëm bëhet shkak që atyre më u ngrit gradat e Allahu subhanahu wa taala. Sa ka nga Aisha radhiyallahu anha, kanë shku disa njerëz edhe ju nankut ajo, edhe i kanë treguar se disa njerëz po folin keq për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë, fot Allahu subhanahu wa taala lamma qata'a anhum al-amal, edhe pse ja u kanë ndërprer veprat, se ata kanë vdek, në qëllimin do thonë ju kanë mbyll regjistri veprave, nuk kanë mundësi ma vetë me ba vepra, thot ma ahabba an yanqati'a anhum al-ajr. Nuk ka dashur Allahu më ndërprer shpërblimi. Shkon dhe çfarë vlerë tash? Ata kanë vdek, po thot Aisha, mirë po Allah ka dashur edhe duke qenë varr më u ardh shpërblimet prej Allahut përmes ofendimeve që ja bajnë njerëzit. Pse? Se njeri vëllezër i cili e ofendon dikon pa drejtësisht, edhe armiqësisht, ja fal se vapet ja e pati cilin e ka sha e ka ofendu pa drejt. Kur e përgojon dikon, e shan e ofendon, bart fjalë për to, atër dije se je duke i dhanë se vape, ai duke nejt, kamën mi kam, duke qëndru, do shta shtrit, i vinë se vapet e tua, e ti shkatron se vapet e tua. Shtazër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, i ka thënë sahabive, e të drune me nejl muflis, e dini kush është njeri i falimentum, shokti ka thënë, i dërgumi Allah, njeri i falimentum mesin tonë është ai i cili nuk ka dirhem, as nuk ka kurgjo, nuk ka të holla, nuk ka kurgjo para vetës. Ka thënë pejgamberi sallallahu njeri i falimentum nga umeti im, të është ai i cili në ditën e Kiametit vjen me namaz, vjen me agjerim, vjen me zakat, pra del me punë të mëdha para Allahut. Mirë po thot, vjen, del para Allahut, dikon e ka sha, për dikon ka shpif, thot dikujt ja ka marr pasurinë pa drejt, thot dikon e ka vra, dikon e ka rreh, thot sa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanat. Secili prej këtyre tash vjen, edhe do të lyp drejtën e vet, aty më nuk ka çush më ja kthy drejtën, mirë po çka ja marrin sevapet thot vjen. Secili ja merr sevapet. Thot fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi. Edhe nëse i hargjohen sevapet, edhe ky halaka tash që më ja u kthy aty në prej drejtave, thot ukhidha min khatayahum faturihat alayh. Tash ky nuk më ka më sevape,
thot pejgamberi sa i merren gjunahet atyre dhe i gjuhën këtina. Thot faturihat alayhi thumma turiha fi an-nar. Pastaj e gjuajnë në zjarrin e xhehenamit Allahu na. Shkon edhe pra sa rrezikshme është kjo. Andaj vëllazër, njeriu i cili i shan shokët e pejgamberit sa në realisht vëllazër ai nuk i dëmton kur gjë ata, e dëmton vetveten edhe i shkatron punët e veta të mira. Pra çdo ditë që i shan shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai vetëm ju dhuron prej sevapeve të tij. E pejgamberi sa vëllazër ka treguar se shokët e tij kanë vlerë të madhe, e përmendëm edhe si ka lavdruar Allahu, mirë po edhe pejgamberi sa vëllazër hadithet e tij ka treguar për vlerën e shokëve të tij. Edhe na ka paralajmëruar që mos me i përmend vetëm me të mira. Shta vëllazër është prej akides tonë është që me i përmend sahabit vetëm me të mira. Vetëm me të mira. Ka thënë pejgamberi sa idha dhukira ashabi fa amsiku. Kur përmendet shokët e mi, heshni. Don mos heni me fol për ta diçka keq. Vetëm nëse flisni për me i shpërfaq, me i përhap vlerat e tyre. Por shtu ka thënë pejgamberi sa la tasubbu ashabi, mos i shani, mos i ofendoni shokët e mi. Fa walladhi nafsi bi yadihi, sepse pasha atë në dorën e cilit është shpirti im. Law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, nëse ndoni dhe për jush shpenzon rrugën e Allahut sa kodra Uhudit ari jep, thot ma balagha mudda ahadihim wala nasifu, nuk ka mujt me arrit asa një grusht që e kanë jep shokët e mi prej arit, asa gjysma e grushtit. Shkon dhe çfarë vlere. Pse se ata kanë jetuar vëllezër me një kohë kur Islami ka qenë i kërcënuar në ekzistencë. Edhe ata kanë bë ball, kanë qëndruar. Nga një raporti i tyre në luftë ka qenë 1-10. Mirë po kanë qëndruar. Kanë qenë burra të mëdhenj, edhe kështu e kanë rujt fenë e Allahut dhe kanë bardh brez mas breze. Kjo është vlera e tyre. Pra ata janë mburrje e umetit islam, janë mburrje për neve, janë ata që e kanë ndihmuar fenë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe pozita atyre është pozitë e mirënjohur, edhe që duhet me kanë pozitë në zemrën, pozitë madhështore në zemrën e çdo muslimani edhe muslimane. Tashmë të kthehemi, po thotë pejgamberi sa më thotë sallu kama ra'aytumuni usalli. Faluni që shumë keni pa mu duke u fal. Dietarët vëllazër kanë marrë këtë hadith, e pashtu edhe hadithet e tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që janë hadithul ahkam, hadithet e dispozitave, edhe ju kanë kushtuar vëmendje të madhe, edhe i kanë vendosur brenda librave të tyre, edhe i kanë rendit hadithet që flasin për namazin, edhe i kanë rendit në për tema ashtu siç është më së miri. Pashtu pastaj edhe fuqahat, dietarët e fikut i kanë marrë këto hadithe, i kanë studiuar dhe kanë nxjerrë dispozita ndryshme, obligime, rekomandime, sunete, shtylla, kushte, edhe na i kanë dhanë neve vëllezër që na me i mësu edhe me përfitu për i tyre, secili dhanë i ka për ju fukahave, i ka studiu këto edhe na i ka dhanë këto në bazë dijes që ja ka jep Allahu subhanahu wa taala, edhe në këto kanë bë ijtihad, edhe ka mundësi që dikush ja ka qellu, dikush nuk ja ka qellu, mirë po dietari vëllezër kur përpiqet dhe ja qellon i ka dy shpërblime, shpërblimin e përpjekjes edhe që ja ka qellu, ndërsa kur përpiqet, siç ka thënë pejgamberi edhe nuk ja qellon, e ka një shpërblim që është përpjek edhe gabime që e bën është i falën. Edhe kështu vëllezër pra umeti sot dhe asoj ditë deri në ditën e Kiametit përfiton nga librat e këtyre dietarëve të mëdhenj, këtyre burrave të mëdhenj, për shkak se na kanë rruar kështu pastaj fen me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoni vëllezër këtë fjalë madhështore që na ka thënë Ibn Hibani rahimahullah, thot fi 4 raka'atin yarka'uha ar-rajulu, në 4 rekate thot që ti si musliman i fal, shikon vëllezër 4 rekate namaz. Thot aktharu min 400 sunnatin anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Janë transmetuar më shumë se 400 sunete nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thot më shumë se 400 hadithe janë transmetuar lidhur me 4 rekate namaz nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shkon vëllezër më thanë se si këta njerëz e kanë ruajt fenë e Allahut subhanahu wa taala. Në mesin e dietarëve që vëllezër kanë veçuar libra vetëm për namazin është edhe autori i këtij librit, pa që jemi duke shpjeguar Ibn Kaimi rahimahullah, librin e tij që e ka as-salatu wa hukmu tarikiha, namazi dhe gjykimi i cili e braktis namazin. Kjo është një prej librave, ka edhe më të mëshme një prej librave, thonë më të mëshme që është shkruar në këtë temë. Mirë tash, thot vëllezër Ibn Kaimi rahimahullah, thot el-mashhadu ath-thalith, thot pika 3 që duhet ta kemi parasysh, thot është pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ne e falim namazin. Pastaj na sqaron çfarë është kjo. Thotë që ti si musliman me kanë përkushtuar skajshmërisht me e ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në namazin ton. Edhe mu fal çish është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër gjithmonë duke
e vu në praktik fjalën e pejgamberit alayhis salam, siç tham sallu kama ra'aytumuni usall. Faluni që shumë keni pa mu duke fal. Edhe duke pas parasysh fjalën e tij, kurdo që shpik në fen ton, kurdo që punon diçka në fen ton që nuk është prej saj, ajo nuk i pranohet. E ky hadith vëllezër na tregon se kontekstualisht na tregon se nëse ti vepron diçka jo sipas sunetit nuk pranohet. Ndërsa në anën kuptimore përfitojmë për këtë hadith që nëse vepra jote është sipas sunetit ajo pranohet. Pastaj thotë Ibn Kaimi, edhe mos mi kushtu vëmendje gjërave që i kanë shpikur njerëzit në namaz, prej shtesave apo paksimeve apo formave e kështu me radhë, të cilat nuk janë transmetuar asnjëra prej tyre nga pejgamberi alayhis salam apo nga shokët e tij. E këto gjëra vëllezër janë shumëta. Njerëzit vëllezër sprovohen këtë aspekt. Ose shtojnë diçka namaz ose mangësojnë diçka nga namazi. Kur themi namaz mund ashtu që është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ose shtojnë vepra cilat nuk janë të ligjësuara, nuk kanë bazë në traditën udhëzimin e pejgamberit as shokëve të tij, pra janë prej bidateve, apo mangësojnë diçka. Shkon vëllezër njeriu kur rritet edhe me thanë kështu plakët, edhe vjetrohet me veprime tilla, e ka shumë vështirë, apo është prej gjanëve më të vështira mu shkput prej gjanëve tina. Me përjashtim kuptohet nëse Allahu subhanahu wa taala jep sukses edhe e udhëzon drejt sunetit edhe largimit prej bidateve. Disa njerëz më shumë vëllezër këta e vrejnë. I ka bërë dikun 60 vjet, 70 vjet, 80 vjet, më shumë. Edhe është rrit, edhe të jetën e ka qumë me një bidat caktum. Pastaj, ku shkon ti edhe mundohesh me jashtëru me argumentet sakta, me argumentet vërteta, që janë qarta sikur dielli, sikur rrezet e diellit. Se që kjo punë që je duke e bati, e kundërshton haptazi sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e vrem vëllazër se nuk e merr fjalën tanë. Edhe nuk largohet nga ai veprim. Me përjashtim se sham nëse Allahu don m'ia hap zemrën edhe ai me pranu sunetin. E pse vëllazër nuk e pranon? Shkaqet janë shumëta. E shikon jetën e vet se si e ka thënë domethënë deri atëherë. Shikon domethënë rrethin xhamatin që ka për edhe mendon shumë gjana, mendon që nëse tërhiqet prej saj bën diçka i hub autoriteti apo dëmtohet për një aspekt e kështu me radhë. E gjën e fundin cilën e lën me mendu është ky hadith i cili ju ka shfaqur dhe i ka ardhur prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata lën fundit. Gjithë të tjerat që shejtani ja sjell ndërmend. Shallëzër nasi musliman duhet me kanë në edukat. Duhet me pas edukat, duhet me eduku veten, duhet me mësu veten që me pasu të vërtetën edhe me pranu të vërtetën kur na shfaqet. Nuk është marrë vëllezër me thanë që ke qenë devijim, ke qenë bidat. Marrë edhe jo burni është kur të shfaqet e vërteta dhe ti nuk e ndjek me ata. Edhe pse tu ka shfaq, tu ka bëhe qartë. Shta vëllezër, kur të shfaqet edhe të qartësohet një sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk bën e ki haram me elan ata për fjalë të njerëzve, kush do qofshin ata. Siç ka thënë Imam Shafiu rahimahullah, men istabanat lahu sunnatun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kujt i shfaqet i qartësohet një sunet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot felejse lahu an yada'aha li qawli ahadin kainan man kan. Nuk i përket me elan atë sunet për shkak fjalës filanit, kush do qoftë ai. Pse vëllezër se Allahu në ditën e kiametit çka ku me të vetë vëllezër. Madha ajabtumul mursalin. Çfarë përgjigje i ke dhënë pejgamberëve? Këtë rast për neve çfarë përgjigje ku me të pyet Allahu si u ke përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E jo filanit e filanit. Andaj, nëse jes provu me vepra cilat nuk kanë bazë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe du kanë qartësu se janë tilla që janë pa bazë, braktisi ato lej. Me arrit kënaqësinë e Allahut, më afru te Allahu edhe më shajnë për kushtimin ndaj sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj fol vëllezër Ibn Kaimi edhe me kuptimi fjalëve ti thotë me pas kujdes mos me i braktis veprat që i ka bërë pejgamberi nën pretekstin se hajt janë veç sunet.
Po në aspektin në meselën e namazit. Vrem dhe shumë njerëz kur thot. E bën I thu kjo është për është transmetuar hadithi për pejgamberin, hajt se kjo thot çka është sunet. E ku e di ti vëllai shikon e ti ndoshta fu hajt se është sunet, po braktisni sunet mirë, po realisht çaj vepër është prej obligimeve. Edhe argumentet tregojnë qartësisht se është prej obligimeve të namazit. Mirë po kuptohet, njeri nuk e bën këtë qëllimisht pse e braktis. E braktis qëllimisht mirë, po nuk e ka ende të qartë, nuk e din, domethënë e ka çështjen e ngatruar nga që e pason filanin e kështu me radhë. Shtaj Ibn Kaimi vëllezër përmendet me pas kujdes se ti mendon të ndoshta është sunet, mirë po te disa dietar tjerë thotë ajo çështje thotë është për obligimeve. Do thotë çfarë do të më na mësoj vëllezër këtu Ibn Kaimi. Po do të më na tregu se pasohet gjithmonë sunetin, se që aty është hajri. Ndoshta në këtë rast argumente është me ata të tjerë që thonë kjo është për obligimeve. Edhe thotë ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه thot ndodh që hadithet e sakta edhe suneti profetik është në anën tjetër, thot wala yaltafituna ila dhalik, nuk I kushtojnë fare vëmendje, wa yaqulun edhe thonë nahnu muqalliduna li madhhabi fulan, jo se na po ndjekum filan mezhebin. Po shikoni edhe po do na tregu të Ibn Kaimi që ti e pason ata, mirë po fjalët e tij janë në kundërshtim me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa ata kanë qenë njerëz që gabojnë siç thonë. Madje vetë këta 4 imam vëllezër, që janë tash imam të mëdhëbeve, këta dietar të mëdhej, që janë domethënë prej shenjave që Allahu apo prej figurave më të mëdha, më të ndritura në umetin ton, vetë këta çka kanë thënë? Për shembull Imam Abu Hanife, Allahu mëshiroft, çka ka thënë, la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam dalilana alayh. As kujt nuk I lejohet me marr fjalën time përderisa të di argumente se pse e kam thënë unë atë fjalë. Pra nuk I lejohet më pasu verbrisht mu. Por Imam Maliku rahimahullah ka thënë vëllazër, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa sahib hadha al-qabr. Secilit I merret fjala dhe nuk I merret, ka thënë me përjashtim të atij që është në këtë varr, se ka qenë xhamin e pejgamberit alayhis salam, edhe ka bën me shenjë drejt varrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu Imam Shafiu rahimahullah dhe ka thënë idha sahha al-hadithu fa huwa madhhabi. Nëse hadithi është I sakt, çaj është madhhabi im. Po ashtu Imam Ahmedi rahimahullah, Imam Ahmedi ka thënë ajibtu li qaumin arafu al-isnad wa sihhatahu. Po çuditna thot me disa njerëz që ju kanë bërë qarta hadithet e sakta nga pejgamberi alayhis salam, thot thumma yadhhabuna ila ra'i fulan wa fulan. Pastaj I braktisin edhe thonë na pasojna filanin edhe filanin. Pra qëllimi është që kur ti si musliman bëhet qartësohet në sunet I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bëhet I qartë, nuk I ndonjë ngatresë apo pështjellim lidhur me ta, e kupton qartë, atëherë duhet me pasu, e ki obligim, nuk I opsion tjetër. Edhe nuk arsyetohesh me elan për shkak të fjalëve të njerëzve, kush do qofshin ata. Pse se Allahu në ditën e Kiametit ka me të pyet madha ajabtumul mursalin. Çka ju keni përgjigj pejgamberëve? Çfarë përgjigje I ke dhënë? Shallaz ibn Kaimi thot wa hadha la yukhallisu 'inda Allahi wa la yakunu 'udhran liman takhallafa 'amma 'alimahu min as-sunnati 'indahu. Që kjo fjala që ti po thune po e pasoj filan medhhebin, filanin, thot kjo nuk të shpëton te Allahu, edhe nuk është arsye për ty, thot, nëse ti nuk e pason një sunet që tu ka qartësuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ke ditë sakt. Do thot, po do më na thoni Ibn Kaimi, apo mendon se kemë shpëtuar te Allahu subhanahu wa taala ditën e Kiametit, nëse ti e ke brakti sunetin me vetdije, edhe qëllimshëm duke e ditë se ai është suneti I pejgamberit alayhis salam, edhe e ke braktis në pretekstin se po e pason filanin edhe filanin, a mendon se kjo është arsye legjitime me cilën kemë shpëtuar dhe kemë të arsyetuar Allahun ditën e Kiametit? Nuk po flasim vëllezër për njeri I cili ka pengesa ndryshme, qoftë ignoranca apo çfarë do qoftë dhe nuk din, nuk e ka të qartë, mirë po qëllimi vëllezër është për ata njerëz që e din që çaja është e vërteta, e din. Pastaj prap I pasojnë fjalët e njerëzve.
Pra ju ka qartësu suneti, nuk ka kurfar parqarësi e lidhur me sunetin, mirë po pastaj e braktis, nga që thot unë po e pasoj filanin edhe filan. Thot Ibn Kaimi, a mendon se si kjo komet sjell dobi te Allah, edhe ki me kanë i arsyetuar për Allahu subhanahu wa taala? Pastaj thot Ibn Kaimi rahimahullah, thot se Allahu subhanahu wa taala thot na ka urdhëruar mi u bind pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na ka urdhëruar me e ndjek pejgamberin sa vetëm ata thot. Edhe nuk na ka urdhëruar me e ndjek dikon tjetër përveç tina. Edhe çdo kush tjetër thot përveç pejgamberit alayhis salam thot ne atij i bindemi, duhet mi u bind, pa aq sa ai na urdhron me ato urdhra me të cilat na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot wa kullu ahadin siwa ar-rasul fa ma'khudun min qawlihi wa matruk. Sigur me Maliku që ka thënë. Çdo kush tjetër përveç pejgamberit alayhis salam i mirret fjala edhe nuk i mirret fjala. Pastaj thot Ibn Kaimi vëllazër, thot dhe Allahu subhanahu wa taala është betu thot në veten e tij fisnike se ne nuk besojmë derisa ta marrim si gjykatës pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do të fjalët e tij, sunetin e tij, veprat e tij lidhur me mosmarrveshjet që ai kemi mes vete. Pastaj thot i nënshtrohemi, i dorëzohemi, nënshtrohemi gjykimit të tij, edhe i dorëzohemi plotësisht tërësisht pa kurfar kundërshtimi. E pranojmë. Pa e dëgjojmë ajetin aty në fillim dersit, çfarë thot Allahu? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Jo pasha Zotin tën, shikoni po betohet Allahun vetveten. Ata nuk besojnë, nuk janë besimtar derisa të marrin ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam si gjykatës për mospajtimet që ai kanë mesin e tyre. Pastaj kur ti gjykon, ata nuk gjejnë ndonjë pakënaqësinë veten e tyre ndaj gjykimit tënd. Wa yusallimu taslima, edhe i dorëzohen plotësisht tërësisht gjykimit tonë. Andaj thotë vëllezër Ibn Kaimi, thotë duke u nis prej kësaj, thotë neve nuk na sjell kurfar dobije gjykimi te dikush tjetër përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, haditheve të tij, sunetit të tij, edhe dorëzimin ndaj atij gjykimi. Thotë dhe nuk na shpëton nga dënimi i Allahut, edhe nuk na pranon Allahu neve këtë përgjigje. Kur ne thot e dëgjojmë thirrjen e Allahut në ditën e Kiametit, kur na thot madha ajabtumul mursalin. Çka ju keni përgjigj profetëve? Nuk sjell dobi vëllazër kjo. Me thonë o Allah, unë jam gjyku të dikush tjetër e ku marr mendimin e dikujt tjetër. Se Allahu ta ka bë obligim me e pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot fa innahu la budda an yas'alana. Allahu patjetër ko më na bë këtë pyetje vëllazër, secilit prej neve në ditën e Kiametit. Wa yutalibuna bil jawab. Edhe ko më kërku prej teje çfarë përgjigje. Andaj duhet me përgatit vëllazër përgjigje. Thot Allahu thot, falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna al-mursalin. Ne thot Allahu patjetër do t'i pyesim ata tek cilët është dërguar pejgamberi, pa neve, wa lanas'alanna al-mursalin. Edhe kemi i pyet edhe pejgambert. Pejgambert kemi i pyet Allahu a kanë kumtuar fenë e tij, kurse neve vëllezër kemi na pyet çuçi kena përgjigj pejgamberëve. Çfarë vëllezër? Dietarët e selefit kanë thënë janë dy pika, dy çështje për cilat kanë më pyet krijesa në ditën e Kiametit. E para, madha kuntum ta'budun? Çka keni adhuru? E dyta, madha ajabtumul mursalin? Çfarë përgjigje ju keni dhënë të dërguarve të Allahut? Madha kuntum ta'budun? Çka keni adhuru? Vëllezër, përgjigja është fjala la ilaha illallah. Kur ti e dëshmon këtë fjalë me sinqeritet, me vërtetësi, me dije, edhe e praktikon, e don e praktikon, e zbaton atë me gjitha kushtet në jetën tënde. Kjo ku me sjell përgjigje dobi, kjo përgjigje kur dilsh te Allahu subhanahu wa taala. Përgjigja e dytë, madha ajabtumul mursalin? Se kjo është edhe ajeti Kur'anit që dërgon Allahu në Kur'an. Çka ju keni përgjigj pejgamberëve? Kjo është dëshmia ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kur ti si musliman dëshmon se nuk ka të dërguar tjetër se ma tek ti përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do pranon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut. Me dije, me punë edhe realizon këtë dëshmi. Çfarë do të thonë kjo dëshmi? Nuk është vetëm fjalë që ti e thu. Po kur ti dëshmoj se Muhamedi është i dërguar i Allahut, do thotë çdo fjalë që e ka thënë beson se është e vërtetë. Çdo urdhër që e ka jep, e zbaton, i bindesh në urdhra edhe i largohesh prej ndalesave edhe
e adhuron Allahun sipas sunetit të tij. Çka është vëllazër dëshmia ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pra përgjigja e parë vëllazër kur ne realizojmë tauhidin, ndërsa përgjigja e dytë është kur ne e realizojmë pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pasaj vëllazër Ibn Qayyim rahimahullah, thot sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë uhiya ilayya annakum bi tuftanuna wa anni tusalun. Po na tregon tash pse duhet me pasu për sa jo dikon tjetër. Po thot se pejgamberi sa më ka thënë mua më është shpallur nga Allahu se përmes meje keni më u fitnos. Ajo sprova e fitnia e varrit wa anni tusalun. Edhe për mua keni më marrë në pyetje. Secili prej neve dhe kur vendosemi në varr, vinë dy engjëj të ulin edhe t'i bajnë 3 pyetje. Kush është Zoti yt? Kush është feja jote? Edhe kush është pejgamberi yt? Por shikon vëllazër, përkon po të vetë Allahu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj thot Ibn Qayyim, "Faman intahat ilayhi sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tarakaha li qawli ahadin min an-nas", thot kujdo që i ka arrit një sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju ka qartësu, ju ka bërë qartë, po nuk u kanë ignorant lidhur me ta. Nuk ka pas ndaj pështjellim apo ndonë pa qartësi. Po e ka kuptuar mirë, ju ka bërë qartë se duhet me ndjek, edhe qëllimisht nuk e ndjek. Siç tham pse njëri vëllezër nuk e pason sunetin. I arrin suneti e pejgamberit sa mirë, po e braktis ja kthen shpinën. Ka shkaqe të shumta. Disa njerëz nuk e pasojnë nga frika se i humb autoritetin mesin e njerëzve. Autoritetet e xhamatit, autoritetet e shoqëria. I humb, do më thani, i humbin përfitimet materiale, kështu me radhë, në shkaqe të ndryshme. Thotë Ibn Qayyim, nëse kështu është puna, thotë atëherë ti ki me dalë para Allahut ditën e Kiametit, ki me shku te Allahu, edhe ka me t'u bë e qartë. Ka me t'u bë e qartë realiteti. Kur Allahu të pyet, çfarë përgjigje i ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë që do të thonë ti në jetën e dunjas tu kanë shfaq sunet mas suneti, sunet mas suneti, kurse ti nuk ja ke kthy shpinën, edhe ke bërë në pretekstin se ti po e pason filanin edhe filanin. Andaj vëllezër, duhet me pas frikë Allahun subhanahu wa taala, edhe me kanë përkushtuar me pasu sunetin e pejgamberit sa, mos më nda sunetit ti, sikur namaz, sikur çdo adhurim tjetër. Edhe me i shtu lutje drejtuar Allahu subhanahu wa taala që Allahu me të udhëzu, edhe me të dhanë sukses, edhe me të forcuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet vëllezër nga Abu Darda radhiyallahu an, një prej lutjeve tij që ka bërë ka thënë Allahumma inni as'aluka imanan daiman. Lutje vërtet madhështore, thotë o Allah, unë kërkoj prej teje që ti më dhan iman të përhershëm, wa ilman nafi'an, edhe dije dobishme, wa hadyan qayyiman, edhe udhëzim të drejtë. Ai që e transmeton vëllazër këtë lutje nga Abu Darda, që është Muawiya ibn Qurra rahimahullah, ka thënë pse ka bërë këtë lutje Abu Darda, thotë sepse ka prej imanit që nuk është i përhershëm, nuk është i vazhdueshëm, Allahu na ruaj, njeri devion e lën fen e Allahut. Edhe ka prej dijes që nuk është dije dobishme. Po njeri mëson, mirë po nuk e zbaton atë praktik. Vetëm i shton informatat, argumentet kundër vetes, mirë po nuk e zbaton në jetën e vet. Thotë edhe ka udhëzim që nuk është i drejtë. E cili udhëzim vëllazër nuk është i drejtë? Çdo udhëzim tjetër përveç udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është i drejtë. Andaj gjithmonë lutë Allahun vëllazër që më dhan udhëzim drejt, me të udhëzu, do të thonë udhëzimin e saktë që është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu lutë Allahun me truj, do të thonë nga pasimi i epsheve, pasimi i tekave, dëshirave, bidateve. Për lutjeve që sakson nga pejgamberi alaihi salam është Allahumma inni a'udhu bika min munkarati al-akhlaq. O Allah, më ruaj prej sjelljeve moraleve të këqija, wal a'mal, prej veprave të këqija, wal ahwa, edhe nga tekat, dëshirat e epshme të këqija, wal adwa, edhe nga smundjet e këqija. Pra kërkon mbrojtjen e Allahut, e lut Allahun, mirë po edhe njëjtën kohë vëzër mëson për fenë e Allahut, mëson për sunetin e pejgamberit alayhis salam. Lexo sa më shumë, pastaj e detyron veten që me mu kap edhe me pas sunetit edhe me pasu sunetin. Edhe sunetin e pejgamberit alayhis salam e bën udhëheqës të jetës edhe të vetes tonë. Siç kanë thënë disa nga dietarët vëzër, man amara sunnata ala nafsihi nataqa bil hikma. Kushdo që udhëhiqet nga suneti, gjithmonë ka me fol me urtësi, gjithmonë ka me fol saktë edhe drejt.
Po ashtu kanë thënë disa dietarë, es-sunnatu safinatu Nuh. Suneti është anija e Nuhut alayhis salam. Sikur anija e Nuhut. Men rakibaha naja, kush hyb në ta shpëton. Wa man tarakaha gharq. Ndërsa kush mbetet mbrapa, komu fundos. Komu deviu, komu shkatru. Andaj vëllezër, na kur mësojmë për sunetin e sa më shumë që mësojmë për sunetin e pejgamberit alayhis salam, për udhëzimin e tij, edhe zbatojmë atë në veten tonë, jetën tonë, shoqërinë tonë, kemi me vrej vëllezër një realitet shumë të hidhur. Ajo është se kemi me pa shumë prej fjalëve të njerëzve, veprimet të njerëzve sot janë tërësisht në kundërtën e udhëzimit sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj lutë Allahun sa më shumë që më të udhëzu, më të forcu, në veçanti nëse çështjet i ki të paqarta, tu kam shtjellu gjërat, edhe nuk din do thotë se cila është e sakta apo pa sakta, lutë Allahun vëllazër që Allahu më të udhëzu sakt drejt udhëzimit sakt edhe sunetit. Dhe pejgamberi islam na ka treguar se duhet me pas as-sadad edhe al-muqaraba. Thot saddidu wa qaribu. Çfarë është kjo as-sadad vëllazër? As-sadad është me ja qellu sunetit me punët e tua. Kështu po na urdhon pejgamberi sa. Pra përpiqesh që me veprat e tua, me fjalët e tua me ja qellu sunetit. Al-muqaraba çka është? Do thotë që ti edhe nëse tash e ke dhënë mundin për me ja qellu sunetin, edhe nuk po mundesh tërësisht me ja qellu, atëherë spaku me kanë afër ti, aty pranë mosil. Jo mu largulat. E jo vëllezër mu bë sigur ai njeriu i cili si shtam kur ti shqartësohet suneti, ai ja kthen shpinën edhe ik largohet. Ose me kanë i përkushtuar skajshmërisht që me pasu sunetin, me e dash sunetin, me e dëshiru sunetin, me ja qëllu me veprat e tua sunetit, apo me kanë afër aty, afër sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se pastaj pejgamberi sa po thotë saddidu wa qaribu wa abshiru, nëse i ki këto dy cilësi, do të përderisa ti me veprat e tua ja ke qëllu sunetit, apo je afër aty, thotë abshir, përgëzoj çdo të mire prej Allahut subhanahu wa taala. Përgëzoj çdo të mire prej Allahut, çdo hajri. Mirë po si të shoh vëllazër, suksesi është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Askush nuk mundet me kanë pasues i sunetit nëse Allahu nuk t'jep sukses. Askush nuk mundet me shpëtu nga bidatet nëse Allahu nuk jep sukses dhe nuk turun prej tyne. Pra suksesi vëllazër, udhëzimi është në dorë të Allahut, e është mirësi prej Allahut, cilën Allahu e jep kujdon. E na po ndalemi këtu duke e lutur Allahun subhanahu wa taala të na sjellë dubima që dëgjojmë. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.